Koha ka qenë esenciale, momentumi ka qenë esencial dhe më e rëndësishmja ka qenë në atë moment që Kosova të dalë e para nga e gjithë bota publikisht me këtë propozim. Sepse ne nuk humbim asgjë ekonomikisht nga ky propozim, po mbi të gjitha, ta sqarojmë një gjë. Kjo s'ka të bëj me çështje fiskale, kjo ka të bëj me aleanca strategjike. Llogariteni sot, në prill 2025, Kosova ka 0 tarifa ndaj Serbisë, kurse i ka vënë tarifa aleatit të vet ekzistencial SBA-ve. Për mua kjo është turp. Si është mundur kjo të na ndodh vendet mos lëvizim? Dhe në vend se të mirëpritet një propozim nga presidentja e Kosovës, unë nuk jam presidente e Serbisë, jam e Kosovës. Jam e Kosovës. Në fakt, propozimet edhe nga qytetarët kur vinë ato duhet të mirëpriten. E lemë nga presidentja e Kosovës që e mbron interesin e Kosovës. Unë pash në fakt refuzim, sepse të thuhet që ne do ta bëjmë. Kjo është në praktikë kjo është refuzim, sepse të thuhet ne këtë do ta bëjmë vetëm nëse negociojmë një marrëveshje tregtisë së lirë. Ju lutem, kushdo që e din se si shkojnë këto punë, marrëveshjet e tregtisë së lirë një herë janë radhë këto shtete para nesh, kur t'i vije radha Kosovës deri atëherë më humbet momentumi, edhe a ditë është bë dëm jashtëzakonisht i madh në relacionet tona me Amerikën, po, unë jam informuar zyrtarisht çfarë dëmi tepër i madh është bërë në momentin kur në vend se të ecet përpara me njëherë, sepse Kosova është dashur që një anshëm t'ja largoj Amerikës atë 10%. Po e them, për mua nuk ka asnjë racionalitet prapa asaj që me Serbinë mos ketë tarifa, natyrisht ka kujtësiftas, kurse me Amerikën të ketë tarifa. Kjo ka të bëjë me aleanca. Në momente të rënda, aleatët duhet ta shohin që ne jemi aty me ta. Dhe ky ka qenë një prej momenteve tepër të rëndësishme në administratën e presidentit Trump, dhe unë këtë propozim e kam bërë pas shumë e shumë analizave, konsultimeve me aleatët tanë. Kosova do të përfitonte shumë. Po e them me përgjithësi të plot, Kosova do të përfitonte shumë, populli i Kosovës do të përfitonte shumë. Unë si individ nuk kam ndonjë përfitim aty, por kur përfiton Kosova, përfitojnë të gjithë. Përfiton populli ynë në fuqizimin e aleancës, sikur mos të kishte një reagim i cili mbi të gjitha ka treguar mungesë të kulturës bazike institucionale, tashtoj edhe mungesë edukate bazike, po ato le të mbesin tani së kaluarës.